Po sikur njeriu më i pasur në qytet e hynte në restorantin e tij i veshur si një kamarier i zakonshëm, vetëm për të zbuluar nëse gruaja që donte të martonte e dashuronte vërtet apo ishte pas pasurisë së tij. Të gjithë mendonin se ai ishte një punonjës i ri. Disa klientë e trajtuan me respekt, të tjerë e përbuzën, por vetëm një person kishte rëndësi për të. Gruaja me të cilën kishte kaluar 2 vitet e fundit dhe që kishte pranuar propozimin për martesë vetëm pak javë më parë. Ajo nuk e dinte se ai nuk ishte një biznesmen i zakonshëm. Nuk e dinte se zotëronte hotele luksoze, restorante dhe kompani që vlente qindra miliona euro. Për muaj të tërë ai kishte fshehur identitetin e tij të vërtet, por atë mbrëmje vendosi ta çonte provën deri në fund. Një darkë, një uniform kamarieri, një sekret që askush nuk e dinte. Dhe kur nata përfundoi, ai zbuloi diçka që nuk kishte lidhje vetëm me gruan që donte të martonte. Ai zbuloi të vërtetën për njerëzit që e rrethonin. Deri në fund të kësaj historie, do të kuptoni pse ndonjëherë pasuria nuk të ndihmon të njohësh zemrën e një njeriu, por varfëria e përkohshme po. Njeriu që kishte gjithçka, përveç një përgjigjeje. Arbeni ishte 38 vjeç. Në pamje të parë, jeta e tij dukej si ëndra që shumë njerëz do të dëshironin ta jetonin. Ai ishte pronari një zinxhiri restorantesh luksoze, 2 hoteleve bregdetare dhe disa ndërtesave me zyra në qendër të qytetit. Gazetat ekonomike e përmendnin shpesh si një nga sipërmarrësit më të suksesshëm të brezit të tij, por pothuajse askush nuk e njihte fytyrën e tij. Ai nuk shfaqej në televizione, nuk postonte makina luksoze në rrjetet sociale, nuk organizonte festa madhështore. Madje shumica e punonjësve të rinj të kompanive të tij nuk e dinin se si dukej pronari. Kjo nuk ishte rastësi. 15 vite më parë, Arbeni kishte qenë krejt ndryshe. Babai i tij kishte humbur gjithçka në falimentim. Familja kishte mbetur pa shtëpi dhe për disa muaj kishin jetuar në një apartament të vogël me qira. Në atë periudhë Arbeni kishte punuar si larës enësh, kamarier dhe shpërndarës picash. Ai e mbante mend ende ndjenjën kur klientët nuk e shikonin fare në sy, kur dikush i fliste sikur të mos kishte vlerë, kur njerëzit mendonin se uniforma e punës tregonte edhe vlerën e njeriut. Ato vite e kishin ndryshuar përgjithmonë. Kur më në fund ndërtoi biznesin e tij, i premtoi vetes se nuk do ta harronte kurrë se nga kishte ardhur. Për këtë arsye, një herë në muaj ai vizitonte fshehurazi restorantet e veta. Nuk shkonte si pronar. Vishte uniformën e një kamarieri ose ndihmësi të kuzhinës dhe punonte gjithë turnin. Jo për të kursyer para, por për të parë të vërtetën. Si silleshin menaxherët me punonjësit, si trajtoheshin klientët, kush punonte me zemër dhe kush vetëm kur shefi ishte pranë. Ishte metoda e tij për të mbajtur biznesin të ndershëm. Dhe funksiononte. Shumë herë kishte zbuluar padrejtësi që askush nuk do t'ja kishte raportuar, por këtë herë arsyeja ishte krejt tjetër. 2 vite më parë kishte njohur Elenën. Ishte e bukur, e zgjuar, elegante. Punonte si arkitekte dhe kishte ambicie të mëdha. Ata ishin njohur rastësisht gjatë një konference. Në vend që të prezantohej si pronari një perandorie biznesi, Arbeni kishte thënë thjesht: punoj në sektorin e restoranteve. Nuk ishte gënjeshtër, por as e gjithë e vërteta. Elena nuk pyeti më shumë. Në muaj që pasuan, ai e mbajti jetën e tij sa më të thjesht. Dilnin në kafene normale, bënin shëtitje buzë liçenit, udhëtonin me makinën e tij të zakonshme. Apartamenti ku jetonte ishte elegant, por jo ekstravagant. Asnjëherë nuk e çoi në vilën e tij pranë detit. Asnjëherë nuk i tregoi koleksionin e makinave. Asnjëherë nuk i foli për pasurinë. Jo sepse kishte turp, por sepse kishte frikë. Në të kaluarën kishte pasur 2 lidhje serioze. Kur gratë kishin zbuluar sa i pasur ishte, gjithçka kishte ndryshuar. Papritur çdo bisedë përfundonte te bijuteritë, te pushimet, te vilat, te trashëgimia. Dashuria fillonte të dukej si një kontratë, dhe ai nuk donte ta jetonte me atë ndjenjë. Me Elenën gjithçka dukej ndryshe. Ajo fliste për projekte, për libra, për familjen, për ëndrat. Kur ai i propozoi martesë, ajo pranoi menjëherë. Arbeni mendoi se më në fund kishte gjetur njeriun e duhur, por një mbrëmje gjithçka ndryshoi. Ishin në një restorant. Në tavolinën pranë tyre ishte ulur një çift i moshuar. Burri derdhi aksidentalisht gotën me ujë. Një kamarier i ri nxitoi ta ndihmonte.
Pa dashje, disa pika ram mbi çantën e Elenës. Djali kërkoi falje disa herë. Ishte qartësisht i frikësuar. Elena e pa me një vështrim të ftohtë. Si mund të jesh kaq i paaftë? Zëri i saj ishte aq i fortë sa njerëzit kthyen kokën. Kamarieri uli syt. Ju kërkoj shumë falje. Por ajo vazhdoi. Shpresoj të mos punosh gjatë këtu. Arbeni nuk tha asgjë. Vetëm vështroi. Kur dolën nga restoranti, e pyeti qetësisht. Ndoshta ishte thjesht një aksident. Ajo ngriti supet. Njerëzit duhet të dinë të bëjnë punën e tyre. Ai nuk e harroi atë moment. Për herë të parë, në zemrën e tij lindi një dyshim. Jo sepse ajo ishte zemëruar. Të gjithë zemërohen, por sepse nuk ishte treguar asnjë pikë mirëkuptimi, asnjë buzëqeshje, asnjë falje, asnjë shenjë empatie. Gjatë javëve në vazhdim ai filloi të vërente gjëra të tjera. Ajo sillej shumë ndryshe me njerëzit sipas mënyrës si ishin veshur. Me një drejtor banke ishte jashtëzakonisht e sjellshme. Me një pastruese mezi përshëndetej. Kur hynte në një butik luksoz, buzëqeshte. Kur një shitse e zakonshme i afrohej, toni i saj ndryshonte. Fillimisht Arbeni mendoi se po e egzageronte. Ndoshta ishte vetëm lodhje. Ndoshta rastësi. Por dyshimi nuk largohej. Një mbrëmje ai telefonoi mikun e tij më të ngushtë, Adrianin. Nuk e di nëse jam bërë mosbesues. Adriani e dëgjoi me kujdes. Pastaj tha diçka që mbeti gjatë në mendjen e Arbenit. Nëse do të kalosh gjithë jetën me dik, ke të drejtë të jesh i sigurt. Nuk testohen njerëzit për t'i poshtëruar, por ndonjëherë jeta të jep mundësinë të shohësh si sillen kur mendojnë se askush nuk po i vëzhgon. Ato fjalë shtyn Arbenin të merrte një vendim. Një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Ai zgjodhi restorantin më prestigjioz që zotëronte. Rezervoi një tavolinë në emër të Elenës. I kërkoi menaxherit të mos i tregonte askujt identitetin e tij. Uniforma e kamarierit ishte gati. Turni ishte planifikuar. Asnjë nga punonjësit e rinj nuk e njihte fytyrën e pronarit. Mbrëmjen e së premtes, Elena do të hynte në restorant duke menduar se ishte një kliente e zakonshme, ndërsa burri me të cilin planifikonte të martohej do ta priste, me një tabaka në duar dhe një buzëqeshje të thjesht kamarieri. Testi fillon. Mbrëmja e së premtes erdhi më shpejt se sa e kishte imagjinuar Arbeni. Për herë të parë pas shumë vitesh, nuk ndjente emocionin e një marrëveshje e biznesi apo të një investimi miliona eurosh. Zemra i rrihte fort për një arsye krejt tjetër. Ajo natë do t'i jepte përgjigjen që kishte kërkuar prej muajsh. Nëse gjithçka shkonte mirë, pas pak javësh do të martohej me gruan që dashuronte. Por nëse dyshimet e tij rezultonin të vërteta, ai e dinte se nuk do të kishte kthim pas. 2 orë para hapjes së restorantit, Arbeni mbërriti nga hyrja e punonjësve. Menaxheri Iliri e priti me respekt. Jeni i sigurt për këtë, e pyeti ai. Arbeni buzëqeshi. Nuk dua trajtim special. Sonte jam vetëm një kamarier. Iliri tundi kokën. Asnjë nga punonjësit e rinj nuk ju njeh. Gjithçka është gati. Pak minuta më vonë, kostumi i shtrenjtë ishte zëvendësuar me një uniform të bardhë, pantallona të zeza dhe një përparse të thjeshtë. Në pasqyrë nuk dukej më një milioner. Dukej një djalë që sapo kishte filluar punë. Madje vendosi të mbante edhe syze me skele të zi dhe një kapel të vogël të restorantit. Pamja e tij ndryshoi aq shumë, sa edhe një punonjës i vjetër kaloi pranë pa e njohur. Kush është i riu? Pyeti ai një koleg. Fillon sot. Arbeni buzëqeshi me vete. Plani po funksiononte. Në orën 7:30, restoranti filloi të mbushej. Çifte, familje, biznesmen, turist, të gjithë prisnin një darkë të qetë në një nga restorantet më të famshme të qytetit. Arbeni punonte si çdo kamarier tjetër. Merrte porosi, mbushte gotat, pastronte tavolinat. Asnjë privilegj, asnjë përjashtim. Madje një klient i paduruar e qortoi sepse vera kishte ardhur 2 minuta me vonesë. Sa kohë duhet të pres? Arbeni kërkoi falje me qetësi, ashtu siç kishte bërë vite më parë, kur ishte vërtet kamarier. Ishte një ndjenjë e çuditshme. Edhe pse zotëronte gjithë ndërtesën, atë natë ishte njeriu me pozitën më të ulët në sallë, dhe askush nuk e dinte. Pak pas orës 8, dera kryesore u hap. Elena hyri brenda. Ajo kishte veshur një fustan të zi elegant dhe mbante të njëjtën çantë luksoze që kishte atë natë kur kishte qortuar kamarierin.
Pasaj hyn edhe dy mikeshat e saj, Sara dhe Klara. Arbeni nuk e kishte ditur që ajo do të vinte e shoqëruar. Kjo nuk ishte pjesë e planit. Megjithatë vendosi të vazhdonte. Një kolege i shoqëroi deri te tavolina. Pak minuta më vonë, menaxheri ju afrua Arbenit. Tavolina 12 është e jotja. Ai mori frym thellë. Ishte momenti. U afrua me bllokun në dorë. Mirë mbrëma. Mirë se erdhët. Elena ngriti kokën vetëm për një sekond. Nuk e njohu. As nuk e pa me kujdes. Për ta ai ishte thjesht një kamarier. Na sill një minut. Ashtu do të bëj. Ndërsa po largohej, dëgjoj Sarën të thoshte me zë të ulët. Ky restorant ka shërbim shumë të mirë. Elena buzëqeshi. Shpresoj. Pak minuta më vonë Arbeni u kthye për të marrë porosin. Çfarë dëshironi? Dy mikeshat porositën me njëherë. Kur erdhi radha e Elenës, ajo nuk e ngriti fare kokën nga telefoni. Prisni. Ai priti në heshtje. Kaluan 30 sekonda. Pastaj 1 minutë. Ajo vazhdonte të shkruante mesazhe. Më në fund ngriti syt. Akoma këtu je. Po prisja porosin tuaj. Ajo pshertiu. Nuk e di ende. Sara ndërhyri. Elena zgjidhe shpejt. Por Elena nuk dukej se kishte nxitim. Arbeni qëndroi qetë. Në fund ajo porositi biftekun më të shtrenjtë të menus dhe një verë franceze. Sigurohu që mishi të jetë perfekt. Nuk dua surpriza. Patjetër. Ndërsa kuzhina përgatiste ushqimin, Arbeni vazhdonte të vëzhgonte tavolinën nga larg. Në fillim biseda ishte e zakonshme. Flisnin për punën, për pushimet, për dasmën që po afrohej. Pastaj Sara bëri një pyetje. Si po shkon organizimi? Elena buzëqeshi. Shumë mirë. Dhe Arbeni, ende nuk të ka prezantuar me gjithë familjen. Jo, është pak e çuditshme. Elena ngriti supet. Ai është shumë i rezervuar. Klara qeshi. Të paktën është i qëndrueshëm financiarisht. Elena uli zërin, por Arbeni arriti të dëgjonte. Po jeton mirë, edhe pse ndonjëherë mendoj se mund të ishte më ambicioz. Këto fjale goditën. Më ambicioz. Ai zotëronte kompani me mijëra punonjës, por ajo nuk e dinte. Dhe pikërisht kjo ishte arsyeja pse ndodhej aty. Pak më vonë Arbeni solli pjatat. Teksa vendoste biftekun përpara Elenës, një klient në tavolinën ngjitur u ngrit papritur. Përplasja ishte e lehtë. Vetëm disa pika salce ran mbi mbulesën e tavolinës. Jo mbi fustanin e saj, jo mbi çantën, vetëm mbi mbulesë. Arbeni reagoi me njëherë. Më falni, do ta ndërroj me njëherë. Por fytyra e Elenës ndryshoi. Je serioz? Më vjen shumë keq. Kjo është e papranueshme. Të gjithë tavolinat pranë kthyen kokën. Arbeni ruajti qetësinë. Do ta zgjidh me njëherë. Por Elena nuk ndaloi. Ky është restorant luksoz apo mens? Sara u përpoq ta qetësonte. Ishte aksident. Por Elena tunte kokën. Njerëz të tillë nuk duhet të punojnë me klient. Ato fjalë depërtuan thellë në zemrën e Arbenit. Jo sepse ishin drejtuar ndaj tij, por sepse i kujtuan djalin e ri që kishte qenë dikur. Edhe ai kishte dëgjuar të njëjtat fjali. Nuk je i aftë. Nuk meriton këtë punë. Njerëz si ti. Ai mendonte se ato kujtime ishin zhdukur. Por jo. Ato ishin ende aty. Dhe tani po i dëgjonte nga gruaja që kishte menduar ta bënte bashkëshorten e tij. Megjithatë vendosi të mos zbulonte identitetin. Ende jo, sepse testi nuk ishte mbaruar. Përkundrazi, sapo kishte filluar. E vërteta fillon të dalë e dritë. Arbeni u largua nga tavolina me tabakan në duar. Por mendja i kishte mbetur te fjalët e Elenës. Njerëz të tillë nuk duhet të punojnë me klient. Sa herë kishte dëgjuar atë fjali vite më parë, ndoshta 10, ndoshta 100, por asnjëherë nuk i kishte dhembur aq shumë sa atë natë. Jo sepse ishte fyer, por sepse tani po vinte nga njeriu me të cilin kishte planifikuar të ndërtonte një familje. Ai u fut në kuzhinë për disa minuta. Një nga kuzhinierët që nuk e njihte si pronar, i hodhi dorën mbi shpatull. Mos e vrit mendjen, ka klient që nuk kënaqen kurrë. Arbeni buzëqeshi lehtë. Ke të drejtë. Në atë moment kuptoi diçka. Punonjësit e tij po mbronin një koleg të ri që mendonin se ishte i zakonshëm. Askush nuk po përpiqej t'i ahidhte fajin.
Askush nuk po e poshtëronte. Kjo e bëri krenar. Kishte ndërtuar një ekip të mirë, por testi vërtet nuk kishte të bënte me restorantin. Kishte të bënte me Elenën. Pak minuta më vonë, ai u kthye për të mbushur gotat me verë. Në tavolinë biseda kishte marrë një drejtim tjetër. Klara po fliste për një mikesh që ishte martuar me një sipërmarrës shumë të pasur. Ata sa po blen një vilë në Itali. Sara buzëqeshi. Me fat ajo. Elena qeshi. Kur martohesh me njeriun e duhur, jeta ndryshon. Po Arbeni e pyeti Klara. A nuk ka menduar të zgjeroj biznesin e tij? Elena ngriti supet. Nuk e di. Çfarë do të thot nuk e di. Nganjëherë më duket sikur I mungon guximi. Është I zgjuar, por mendoj se kënaqet me pak. Arbeni ndjeu një therrje në zemër. Ai kishte kaluar net pa gjumë. Kishte rrezikuar gjithçka. Kishte marrë kredi që askush nuk do t'i kishte marrë. Kishte punuar 7 ditë në javë për vite me radhë. Dhe tani gruaja që e njihte prej 2 vitesh mendonte se I mungonte ambicia. Ironia ishte e hidhur. Ajo nuk e dinte se restoranti ku po darkonte ishte vetëm një nga 12 restorante që ai zotëronte. Pak më vonë në restorant hyri një burr rreth të 70-tave. Rrobat e tij ishin të vjetra, por të pastra. Ai ecte ngadalë me një bastun. Recepcionistja e përshëndeti me respekt. Mirë mbrëma, zoti mentor. Mirë mbrëma. Mentori ishte një pensionist që vinte pothuajse çdo javë. Shumë pak njerëz e dinin se vite më parë ai kishte qenë mësuesi I parë I Arbenit. Kur familja e Arbenit kishte humbur gjithçka. Pikërisht ai burri kishte paguar librat e shkollës pa kërkuar asgjë në këmbim. Arbeni nuk e kishte harruar kurrë. Për këtë arsye, çdo herë që mentori vinte në restorant, darka e tij ishte falas. Por vetëm Arbeni dhe menaxheri e dinin këtë sekret. Mentori u ul vetëm në një tavolinë pranë dritares. Arbeni ju afrua. Mirë mbrëma. Si zakonisht. Plaku buzëqeshi. Po, birë. Nga tavolina e Elenës, Klara e pa skenën. Shiko atë zotërin. Vjen vetëm. Sara shtoi. Duket I vetmuar. Por Elena tha diçka që Arbeni nuk do ta harronte kurrë. Njerëz të tillë nuk duhet të vinë në restorante kaq të shtrenjta nëse nuk kanë mundësi. Arbeni ngriu. Mentori kishte dëgjuar gjithçka. Megjithatë ai nuk reagoi. Vetëm uli syt mbi menu. Në fytyrën e tij u duk një trishtim I lehtë. Arbeni ndjeu zemërimin t'i ngrihej ngadalë. Jo për veten, por për njeriun që dikur I kishte shpëtuar të ardhmen. Pak minuta më vonë, Arbeni vendosi të bënte diçka. Shkoi te kuzhina dhe kërkoi të përgatitej pjata më e mirë e restorantit. Mishi premium, perime të freskëta, ëmbëlsira speciale, vera më cilësore, gjithçka. Kur e qoi te tavolina e mentorit, plaku u habit. Bir unë nuk kam porositur gjithë këtë. Arbeni buzëqeshi. Është dhurat nga restoranti. Po pse? Sepse disa klient janë më të çmuar se çdo pagesë. Mentori u emocionua. Nuk di si t'ju falënderoj. Në atë çast Elena po e shikonte nga larg. Ajo ngriti vetullat. Çfarë po ndodh aty? Sara tha. Ndoshta restoranti po I bën një surprizë. Elena qeshi me ironi. Ose kamarieri po përpiqet të bëj veten hero. Këto fjalë ishin pika që mbushi gotën. Arbeni nuk ndjeu më zhgënjim. Ndjeu qartësi. Për herë të parë që nga fillimi I lidhjes së tyre, ai nuk po kërkonte justifikime për sjelljen e saj, po shihte realitetin ashtu siç ishte. Pak më vonë erdhi momenti I pagesës. Elena kërkoi faturën. Arbeni ja dorëzoi me qetësi. Ajo hodhi një sy dhe vuri re se në faturë ishte shtuar vetëm një tarifë e vogël shërbimi. Ashtu si për çdo klient. Ajo mori stilolapsin. Në vend që të linte bakshish, shkroi me dorë mbi faturë. Mësoni të punësoni staf më profesional. Pastaj e shtyu faturën drejt Arbenit pa e parë fare në sy. Nuk meriton asnjë bakshish. Ai mori letrën. E lexoi ngadalë. Pastaj ngriti syt drejt saj. Në fytyrën e tij nuk kishte zemërim, as trishtim, vetëm një qetësi që e habiti edhe vetë, sepse në atë moment e kuptoi se nuk kishte më asgjë për të testuar. Përgjigja që kishte kërkuar prej muajsh ndodhej pikërisht në atë cop letër. Megjithë, ai vendosi të mos fliste ende. Jo sepse kishte frikë, por sepse donte që e vërteta të dilte në dritë në mënyrën më të drejtë.
Dhe ajo që do të ndodhte vetëm pak minuta më vonë. Do të linte pa fjalë jo vetëm Elenën, por gjithë restorantin. Zbulimi e ndryshoi gjithçka. Arbeni mbajti faturën në dorë për disa sekonda. Shikoi edhe një herë shkrimin e Elenës. Mësoni të punësoni staf më profesional. Pastaj e palosi me kujdes dhe e futi në xhep. Nuk tha asnjë fjalë, asnjë reagim, vetëm buzëqeshi lehtë dhe u largua drejt kuzhinës. Nga tavolina, Elena e pa të largohej. Shpresoj ta marr si mësim, tha ajo me një ton të ftohtë. Sara nuk buzëqeshi. Për herë të parë gjatë gjithë darkës, ajo dukej në siklet. Elena ndoshta ishe pak e ashpër. Jo, ishte vetëm një gabim. Kur paguan kaq shumë, nuk pranon gabime. Klara nuk foli. Ajo kishte filluar të vinte re diçka. Kamarieri nuk ishte sjell asnjëherë me nervozizëm. Nuk ishte justifikuar. Nuk ishte përpjekur të debatonte. Kishte ruajtur qetësinë gjatë gjithë mbrëmjes. Kjo nuk ishte sjellje e zakonshme. Në kuzhinë, Iliri ju afrua Arbenit. Ka mbaruar. Arbeni mori frym thellë. Po, çfarë do të bëni? Ai heshti për disa çaste. Pastaj tha, ka ardhur koha. Iliri kuptoi menjëherë. Ai doli në sallë dhe kërkoi vëmendjen e klientëve. Zonja dhe zotërinj, ju kërkojmë ndjes për ndërprerjen. Kemi një njoftim të shkurtër. Në restorant ra qetësi. Klientët kthyen kokën. Edhe Elena. Edhe mikeshat e saj. Pak sekonda më vonë, Arbeni doli nga kuzhina. Por këtë herë nuk kishte më përparsen. Nuk kishte kapelen. Nuk kishte syzet. Ai kishte veshur kostumin e errët që e mbante gjithmonë në takimet e rëndësishme. Në sallë u dëgjuan pëshpërima. Duket si drejtori. Jo, prit. Iliri buzëqeshi. Kam kënaqësinë t'ju prezantoj themeluesin dhe pronarin e këtij restoranti dhe të gjithë grupit ton. Ai bëri një hap mbrapa. Zotin Arben Kodra. Në sallë shpërthyen duartrokitjet. Disa klientë e njohëm menjëherë. Të tjerë mbetën të habitur. Por askush nuk mbeti më i tronditur se Elena. Fytyra ju zbe, syt ju zgjeruan. Ajo u ngrit në këmbë pa e kuptuar as vetë. Arben, ai e pa drejt në sy. Për herë të parë atë mbrëmje nuk ishte kamarier. Ishte vetvetja. Nuk e kuptoj, belbëzoi Elena. Arbeni buzëqeshi me qetësi. Po, e di. Ajo hodhi syt nga Sara dhe Klara. Asnjëra nuk dinte çfarë të thoshte. Ti je pronari. Po pse? Për të gjetur një përgjigje. Në sallë mbretëronte heshtje. Edhe klientët e tavolinave pranë po dëgjonin. Arbeni nuk ngriti zërin. Nuk donte ta turpëronte. Donte vetëm të tregonte të vërtetën. Për 2 vite të kam fshehur një pjesë të jetës sime. Elena nuk po fliste. Nuk ta fsheha sepse kisha turp. Ai vazhdoi. Ta fsheha sepse doja të dija nëse do të më doje mua apo atë që zotëroj. Sytë e saj u mbushën me lot. Arben unë. Ai ngriti dorën me qetësi. Të lutem, më lër të mbaroj. Kur u njohëm, mendova se ishe ndryshe. Ishe e sjellshme. Ishe e kujdesshme. Ishe njeriu me të cilin doja të ndërtoja familje. Ai ndaloi për një moment, por muajt e fundit fillova të shoh një anë tjetër. E pash mënyrën si flisje me kamarierët, me pastruesit, me shitëset, me njerëzit që mendoje se kishin më pak rëndësi. Elena uli kokën, prandaj vendosa të bëhesha një prej tyre. Në sallë nuk dëgjohej asnjë zhurmë, vetëm zëri i Arbenit. Sonte nuk testova nëse doje një milioner. Testova nëse respektoje një njeri. Këto fjalë goditën Elenën më fort se çdo gjë tjetër. Lotët filluan t'i rridhnin në heshtje. Ajo u afrua disa hapa. Më fal. Arbeni nuk reagoi. Ju lutem. Gabova. Ishe nën presion. Pyeti ai qetësisht. Ajo nuk dinte çfarë të përgjigjej, sepse nuk ishte vetëm ajo mbrëmje. Ai kishte parë të njëjtën sjellje shumë herë. Dhe ajo e dinte. Kam gabuar. Po. Shumë. Ajo filloi të qante. Nuk jam njeri i keq. Nuk thash që je. Atëherë pse më shikon kështu? Ai buzëqeshi me trishtim, sepse njeriu që dashurova nuk do ta kishte trajtuar kur një kamarier, një pensionist apo një punonjës në atë mënyrë. Në atë moment, nga tavolina pranë u ngrit zoti mentor. Ai eci ngadalë drejt tyre.
Elena e njohu. Ishte burri që ajo kishte gjykuar vetëm nga rrobat. Mentori buzëqeshi. Bir. Arbeni i shtrëngoi dorën me respekt. Plaku u kthye nga Elena. E di kush është ky për mua? Ajo tundi kokën. Jo. Ky djalë dikur nuk kishte para as për libra. Elena ngriti kokën. Familja ime ishte shumë e varfër, vazhdoi mentori. Por ai nuk u dorëzua. Punonte ditën. Studionte natën. Kur nuk kishte mundësi të paguante shkollën, unë ndihmova aq sa munda. Plaku buzëqeshi me krenari. Sot ai është milioner. Por gjëja që më bën krenar nuk janë parat. Është fakti që ende respekton çdo punë dhe çdo njeri. Lotët në sytë e Elenës nuk ndaleshin më. Ajo kuptoi se nuk kishte humbur vetëm besimin e Arbenit. Kishte humbur respektin e vetes. Dhe megjithse dëshironte me gjithë zemër të kthehej pas në kohë, ajo e dinte se disa fjalë, sapo thuhen, nuk mund të fshihen më. Ndërsa Arbeni nxori ngadalë nga xhepi kutinë e vogël me unazën e fejesës. Të gjithë në restorant mbetën pa frymë, duke pritur vendimin që do të ndryshonte jetën e tyre përgjithmonë. Restoranti ishte zhytur në heshtje. Asnjë klient nuk prekte më ushqimin. As kamerierët nuk lëviznin. Të gjithë shikonin Arbenin, i cili mbante në dorë kutinë e vogël me unazën e fejesës. Elena qëndronte disa hapa larg tij. Lotët i kishin lagur fytyrën. Ajo nuk po qante sepse ishte zbuluar sekreti i Arbenit. Po qante sepse për herë të parë po shihte veten ashtu siç e shihnin të tjerët. Arbeni e hapi ngadalë kutinë. Unaza shkëlqeu në dritat e restorantit. Ishte njëjta unazë me të cilën i kishte propozuar martesë disa javë më parë. Ai e pa për disa sekonda. Pastaj e mbylli përsëri. Në sallë u dëgjua vetëm zëri i tij. Kur ta dhash këtë unazë, besoja se kisha gjetur gruan me të cilën do të plakem. Elena uli kokën. Por martesa nuk ndërtohet mbi dashurinë e disa momenteve. Ajo ndërtohet mbi respektin, mbi përulësinë, mbi mënyrën si trajton njerëzit që nuk mund të japin asgjë në këmbim. Ai bëri disa hapa drejt saj. Nuk më dhembën fjalët që më the mua si kamarier. Më dhembën fjalët që u the të gjithë atyre njerëzve që punojnë ndershmërisht çdo ditë. Ai tregoi me dorë drejt stafit, sepse un kam qenë njëri prej tyre. Elena nuk mundi të përmbahej më. Arben, të lutem. Kam gabuar. E di. Nuk jam rritur në një familje ku na mësuan të respektojmë të gjithë njësoj. Babai im gjithmonë më thoshte se njerëzit ndaheshin sipas statusit. Nuk e kuptova kur sa gabimi ishte. Ajo fshiu lotët. Ti ma tregove sonte. Nuk kërkoj të më martohesh. Nuk kërkoj as pasurinë tënde. Të kërkoj vetëm një mundësi për të ndryshuar. Në sallë askush nuk fliste. Madje edhe klientët që nuk e njihnin historinë ndjenin peshën e atij momenti. Arbeni heshti gjatë. Ishte vendimi më i vështirë i jetës së tij. Një pjesë e zemrës ende e dashuronte Elenën, por pjesa tjetër e dinte se besimi, sapo thyhet, nuk rikthehet lehtë. Më në fund foli. Besoj se njerëzit mund të ndryshojnë. Në fytyrën e Elenës u shfaq një fije shprese. Por ai vazhdoi. Vetëm se ndryshimi kërkon kohë. Nuk ndodh brenda një nate. As sepse dikush u zbulua milioner. Ai nxori unazën nga kutia. Ja vendosi në pëllëmbën e dorës. Kjo unazë nuk të përket më. Ndoshta një ditë do të bëhesh njeriu që dëshiron të jesh. Por nuk do të ishte e drejtë të fillonim një martesë mbi dyshime. Lotët e Elenës u shtuan. Ajo e shtrëngoi unazën në dorë. Për herë të parë nuk mendonte për vlerën e diamantit. Mendonte për njeriun që sapo kishte humbur. Ajo u largua nga restoranti pa thënë asnjë fjalë tjetër. Sara dhe Klara e ndoqën në heshtje. Askush nuk e gjykoi, sepse të gjithë e kuptuan se ndëshkimi më i madh ishte ndërgjegja e saj. Kaluan 6 muaj. Jeta e Arbenit vazhdoi. Ai ju rikthye punës dhe vizitave të tij të fshehta në restorante. Por tani kishte një arsye tjetër. Çdo muaj kalonte disa orë duke punuar si kamarier. Jo për të testuar njerëzit, por për të mos harruar kurrë se kush kishte qenë. Një pasdite, ndërsa shpërndante ushqim në një qendër bamirësie, pa një fytyrë të njohur. Ishte Elena. Ajo nuk kishte ardhur për fotografi, as për t'u dukur. Vinte çdo fundjavë si vullnetare. Shërbente ushqim, pastronte tavolina, ndihmonte të moshuarit.
Askush nuk e dinte kush ishte. Ajo as nuk e kishte parë Arbenin. Ai e vështroi nga larg për disa minuta. Pastaj u largua pa i folur. Nuk donte të ndërhynte. Nëse ndryshimi i saj ishte i vërtet, duhej të ndodhte për arsyet e duhura, jo për ta fituar përsëri. Kaloi edhe një vit. Një ditë Arbeni mori një letër pa adresë kthimi. Brenda ishte vetëm një faqe. I dashur Arben, nuk po të shkruaj për të kërkuar të kthehesh. Ti kishe të drejtë. Atë natë nuk humba 1 milioner. Humbja njeriun që më mësoi se respekti nuk blihet me para. Për herë të parë në jetën time mësova të shoh njerëzit, jo rrobat e tyre. Faleminderit që nuk më poshtërove, edhe pse kishe çdo arsye ta bëje. Uroj që një ditë të gjesh dikë që do të doj për zemrën tënde, ashtu siç ti u përpoqe të doje timen. Arbeni e lexoi letrën disa herë, pastaj buzëqeshi. Jo sepse shpresonte ta kthente pas, por sepse kuptoi se testi nuk ishte ndryshuar vetëm jetën e tij, kishte ndryshuar edhe jetën e Elenës. Disa vite më vonë, Arbeni u martua, jo me një grua që e mahniti me bukurinë apo statusin, por me një mjeke të re, të cilën e kishte njohur gjatë një projekti bamirësie. Ajo e trajtonte me të njëjtin respekt një biznesmen, një pastrues, një kamarier apo një pacient pa para. Atë ditë, ndërsa po vendoste unazën në gishtin e saj, ai buzëqeshi. Më në fund e kishte gjetur përgjigjen që kishte kërkuar për vite me radhë, sepse kishte kuptuar një të vërtet të thjeshtë. Karakteri një njeriu nuk zbulohet nga mënyra si sillet me ata që janë mbi të, por nga mënyra si sillet me ata që mendon se janë poshtë tij.